Du mu bashkangjit me Ismetin është fatkeqësi që prap kena me më shku në zgjedhje. Definitivisht pas një sage kaq të madhe me konstituent kuvendit, gjithë kjo periudhë është fatkeqësi që shqiptarët nuk arrin më marrë vesh në liri për zgjedhjet problemeve të qytetarëve. Se qysh e shoh unë pak a shumë me një analizë shumë të shkurtër që e kam bë është që definitivisht unë i shoh 3 partitë e mëdha me ramje. Lëvizjen Vetëvendosje, PDK-n edhe LDK-n. Nuk mundet më do faji mes këtyre pa vendosur edhe këto 3 parti. Një pjesë më të madhe ka Lëvizja Vetëvendosje, po edhe LDK-ja e PDK-ja e kanë fajin e vet për këtë situatë që ka ndodhur. Në bazë kësaj, nëse din me shfrytzu, e shoh aleancën që mundet me pas një rritje ndoshta edhe historike në këto zgjedhje. Nëse prapë them din me shfrytzu situatën, pasi që është e vetmja parti që ka qenë e betonizuar në vendim dhe mendimin e tyne qysh prej fushatës ose edhe para fushatës, të tjerat kanë qenë të lakushme. Si LDK-ja, si PDK-ja kanë qenë të lakushme në raport me Lëvizjen Vetëvendosje. Kanë qenë një farforme edhe për makana, edhe s'pëm lenana, qysh është një fjallë e urë popullore të na këtu në Kosovë. Dhe unë këtë kontekst unë e shoh aleancën ndoshta si faktorin kryesor në zgjedhjet e ardhshme për ta formuar qeverinë e re të Republikës së Kosovës.